Zoti Pruthi, për ku dedikohen këto mjete të grumbulluara? Këto mjete të grumbulluara, me një fjalë më mirë të them Barna, dedikohen për refugjatët të Kosovës, të cilët gjenden momentalisht në Republikën e Shqipërisë. Destinacioni? Po destinacioni do t'jetë gjithkund, do të thotë në çdo pjesë të Shqipërisë ku ka refugjat, por ne konkretisht këtë kombi që e dërgojmë sot, destinacioni do t'jetë në veri të Shqipërisë, më mirë them në Tropoj, Bajramçur dhe ato pjesë tjera ku më shumë ka refugjat. Po neve disa aktivistë intelektual nga Kosova u menduam si të ndihmojmë refugjatëve kosovarë në Shqipëri dhe morëm një aksion 2 ditor. Dhe për ata 2 ditë, ative që më rrim të themi dhe afaristave edhe ata që dhamë vetë, disa operatitën të bum një 25.000 marka gjermane dhe ata i morëm Barna edhe i dërgojmë sot për në Shqipëri të ndihmojmë refugjatëve kosovarë. E murë këtë iniciativë për grumbullim njërë si për fillim të disa ndihmave humanitare që të shkuen në Shqipëri, konkretisht për vllazët tonë kosovarë për në Tropoj.